Se ne nuk duam vlajn, prindi fëmijën, fëmija prindin, nuk duam kushurin me njëri tjetrin, nuk e duam njëri tjetrin. Prandaj jemi ky lloj popull që meriton vetëm dënime dhe prandaj na vijnë gjithë këto sprova. Nuk i keni menduar asnjëherë këto? Kur nuk kemi qenë të bashkuar. Është vrar tjetri vetëm se është fut në gardhin e një personi për të ngrënë rrush. Po marr shembuj aq banal që nuk e di as se si ti komentoj këto gjëra. Do me thënë, pse nuk ndodhi, do me thënë, gjithçka në 2014, kur erdhi në pushtet zotnia? Pse nuk ndodhi atëherë? Jo pra, se çdo gjë erdhi pak nga pak, u zhdukën çunat, u lan pa punë, emigruan jashtë shtetit, ngelën familjet vetëm, prindrit vetëm, secili u përça, etj. Janë shumë, do ta marrin, sepse janë forca të tjera që futen në mes. Nuk e ka fajin Xhaxhi Edi Rama. Kishte për Xhaxhi Edi Ramën, kishin investuar këta të Shqipërisë, këta jo këngëtare, artistës, edhe këtyre ju a keni lënë. Imagjinoni, ç'është më e keqja. Unë jam për investim, po nuk jam për investim që ti marrësh tokën pronën tjetrit. Ama që nuk keni çfarë i bëni kësaj lloj situate, nuk keni çfarë i bëni së bashku. Mblidhuni të gjithë dhe për ta marrë do ta marrim. Ideja ime kjo. Po do shohim çfarë do ndodhi në fund.